Jam e martuar dhe kam një halë burrësh namazlidhje për kushtuar shumë në fe dhe në familje, por më bengos shumë sepse më gënjen dhe mundohet në shumë gjëra fshetas me i bërë. Madje kur e zbuloj prap justifikohet për 2-3 muaj, 2 raste ka gënjur, unë e kam zbuluar, prap ai pendohet, pastaj mashtron prap. Kur e pyes për diçka që vetëm se e di, më kthen përgjigje tjetër jo të vërtetën. Ose e vrej që mbyllet ndonjë tomë, kur flet me dikë shokës e familjar më çeftas me që unë mos ta ndëgjoj. Po ç'ke më motër, po çfarë ke më motër që do me ditë gjitha të vërtetat. Burri thotë nuk më tregon. Po çfarë ke, pse e pyet burrin? Shile, burri mund bëhet sa vet. Patjetër me zbulu të vërtetën. Me kë folet ti tani? Po leje me burrin, lëre, të flasim me këtë dojë, të komunikojmë me të këtë dojë. Se futet në dhoma i fletas me familjar, po le të flasim me familjarët e vetë, çfarë problemi ke ti? Çalli ke? Kështu që unë në këtë rast nuk e shoh problemin ke burri, e shoh më shumë problemin tek ti. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Min husnil islamil mar tarkuhu ma la yamin." Prej treguesve që tregojnë pjekurinë e besimit tek një njeri është të mos interesohet për gjëra që nuk i interesojnë. Me kë folet ti tani? Me baftjarin. Më rrejte se ti fole me Zeneli, po çfarë ke me të lonxha Zotin? Çfarë duhet ty se me kë fola unë? Ta më thonë, ti ishte në dyshim për punë komunikim me femra, se kam parë, okay, atëherë muhabet tjetër. Po muhabet e koti? Po si nuk zunë me njerë ta, si nuk u poqë njerë ta njerëzën. Alhamdulillah. Sprov, çfarë duhet më bëta?